Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit organizoi për 2 ditë më radhë në qytetin e Belshit kampionatin kombëtar të ciklizmit për të gjitha grup moshat. Rreth 70 ciklistë nga ekipet më të njohura shqiptare, si dhe disa ciklistë të ekipit kombëtar shqiptar që erdhën nga Italia, morën pjesë në këtë aktivitet. Ekipi i Vllaznisë në drejtimin e trajnerit Leonard Kola garoi me formacion të plotë dhe arriti rezultate të shkëlqyera, 1 vend të parë, 2 vende të dyta dhe 2 të treta. Figurën më të mirë sportive e dha ciklisti talentuar 15 vjeçar Luis Margjoni, i cili fitoi vendin e parë në garën e kronometrit individual, duke përshkuar itinerarin e ditës së parë për 20 minuta e 45 sekonda. Në ditën e dytë, Margjoni u renditi dyti në garën për kategorinë kadet me gjatësi prej 48.8 km. Performancë të mirë tregoi dhe Alessio Kola, i cili në garën e juniorëve me të njëjtin itinerar, por me një distancë më të gjatë prej 97.6 km, u rendit në vendin e dytë. Ai arriti gjithashtu një vend të tretë në garën e ditës së parë, që konsiderohet në të njëjtin itinerar me 4 gjiro cirkuit, gjithsej 97.6 km. Me interes të veçantë, u prit edhe paraqitja Mateo Balejt, një tjetër ciklist i talentuar i Vllaznisë dhe pjesëtar i ekipit kombëtar. Në garën e kronometrit individual për të rritur, Balej zuri vendin e tretë, duke përshkuar distancën prej 36 km për 56 minuta e 55 sekonda. Në garën e dytë të zhvilluar në të njëjtin itinerar me 4 gjiro, 97.6 km, Balej kishte si objektiv fitoren, por një përplasje me një rival në momentet e fundit të garës e detyroi ta ndërpriste atë përpara kohe. Ky incident pritet të analizohet nga Komisioni i Disiplinës pranë Federatës së Ciklizmit për të marrë një vendim përfundimtar mbi vlefshmërinë e rezultatit të tij. Sa i takon ekipeve të tjera, në kategorinë kadet, pas një pedalimi prej 73.2 km, fitues u shpall Nikolas Persiani nga Elbasani. Në kategorinë junior, triumfues ishte Leo Piku, i ekipit studenti me kohën 1 orë 47 minuta 57 sekonda. Në garën e femrave, Nelia Kabetej, studenti, dhe Nikol Dollaku, flamurtari, ndan vijën e finishit në të njëjtën kohë. Pavarësisht kushteve të papritura atmosferike, ku një rrebesh i fuqishëm shiu dhe breshri përfshiu garën në minutat e fundit, aktiviteti u përmbyll me sukses, duke dëshmuar për organizim të mirë dhe një nivel të lartë konkurrimi të gjitha kategorive.